Drejtuesja politike e Partisë Socialiste në Shkodër, Elisa Spiropali, një kohësh ministre e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin pas një mbledhje me Asamblenë e PS Shkodër, deklaroi se në Shqipëri nuk ka asnjë diskutim për zgjedhjet parakohshme. Nuk ka asnjë diskutim për zgjedhjet parakohshme, kur të ketë, ju do jeni të informuar, po deri më sot jo, ne jemi në mandat të plot dhe në një mandat për të realizuar premtimet tona si qeveri dhe këtë do bëjmë. Spiropali, duke folur për kaosin e krijuar në parlament nga opozita, u shpreh se ajo është një rrugë pa krye dhe se radikalizmi nuk është zgjidhje. Ministra i bëri thirrje deputetëve të Bashës dhe të Berishës që të bashkohen. Pa diskutim që as na pëlqen, jo vetëm ne, po besoj opinionit të gjerë publik edhe qytetarëve të këtij vendi nuk pëlqen që në kuvendin e tyre të shohin zjarr, të shohin flak, të dëgjojnë bilbila, aty duan të dëgjojnë zërin e deputetëve të zgjedhur, duan të dëgjojnë mendimet qoftë edhe kritike për projektligjet apo të tjera dhe ne urojmë shumë që çështjet që i pengojnë deputetët e Partisë Demokratike dhe këtu nuk po i ndaj në të kujt e si, por po them që të gjitha ata bashk duhet i kthehen besoj rrugës së arsyes, duhet të gjejnë një pikë që i bashkon, të bëjnë së pari bashkimin mes tyre sa i takon strategjive që do zgjedhin si në kuvend ashtu dhe strategjive elektorale dhe nuk mund të jetë kuvendi zgjidhja për strategjitë e tyre radikale. Dhe të gjitha opozitat kanë provuar që të radikalizohen, kanë provuar që edhe të djegin mandatet, edhe të braktisin kuvendin, e kemi bërë dhe ne, kemi braktisur për 6 muaj kur ishim në opozitë dhe ajo rrugë nuk ka çojë askund. Besoj që partitë politike kanë fituar tashmë një pjekuri për të kuptuar se rruga e vetme është rruga institucionale dhe rruga e krijimit besimit te njerëzit. Reforma zgjedhore pavarësisht kalimit të afateve që ka deklaruar, KQZ nuk do dështoj, tha Spiropali, dhe do të jetë e gatshme përpara zgjedhjeve të ardhshme. Sigurisht që nuk rrezikon të dështoj, se përtej komisionit bipartiak që ne sigurisht po shpresojmë që të funksionojë. Ne kemi rekomandimet e Odirit, të cilat janë urrëfyes, nuk janë vetëm ndryshime ligjore, janë edhe çështje të tjera institucionale, të cilat duhen adresuar dhe jam e bindur që ne do mundet t'i adresojmë përpara zgjedhjeve të ardhshme, kur do ato të jenë. Patjetër ndryshime, ka ndryshime ligjore që mund të duan 84 vota, nëse ato kanë ndërhyrje në kod, ka çështje të tjera të cilat mund të adresohen në mënyra të tjera, por prandaj ne kemi ngritur këtë komision në mënyrë që të vijmë aty dhe të bëjmë propozime përmbajtësore. Ne nuk e kemi ngritur komisionin e reformës zgjedhore që të diskutojmë për karrikën e njërit apo të tjetrit. Në mbledhjen e Asamblesë së PS, Spiropali la porosi që socialistët e Shkodrës të jenë sa më aktiv, duke qenë se zgjedhjet parlamentare po afrojnë gjithnjë e më shumë.